vitrat musliman mani me në mirë, vitrat nuk e kanë qëllimin me nimu veç fukaras. Qëllimi parë i vitrave është që agjerusi me pastru agjerimin e vetë. Do më thënë, ti je qëllimi, jo i pari fukaraja, i pari e ti. Ti duhet me pastru agjerimin tanë. E qysh me pastru agjerimin? Por mangësit e agjerimit që i ke bo, jep ushqim. Sa me dhanë ushqim, tash do të tregoj me shambullin që Allah. Kujna me dhanë ushqim të varfërit. A ban nësë është farefis? Ban nësë është farefis, me kusht me kanë i varfën. Nësë është i varfën, edhe është prej farefisit, është edhe ma herë. Qka me dhanë prej ushqimit? Me dhanë mil, grun, elb, oriz, pasull, kumpira, kjo është ushqimi i popullit tonë. Qysh ka thonë Muhamedi a.s. ushqim. A ban me dhanë vaj? A ban me dhanë për pastrim? Jo. Këto nuk ban me dhanë me qëllim të vitral. Ban me shtu. Ama jo me qëllim të vitral. Me qëllim për vitra, për me kry vitrat, do të me dhanë ushqim. Sa me dhanë ushqim? Prej pasullit, prej kumpirav, prej milit, prej orizit, prej hurmev. Sa me dhanë ushqim? 4 par grushta, një saa, 4 par grushta që shto musliman. Tash e të regojmë me shambull. Një par grushta musliman, kështu i mush grushtat. As shumë që modern, po as pak, një par grushta. Ne kena bo me këto letrat për mos me qu pashtë ushqimin. Një par grushta, po dikush që ka grushtat e mdaj, sa i ka dhonë Allahu, grushtat e mdaj, hanë ma shumë, punon ma shumë, ka që ka dhonë Allahu. Një par grushta. I qetë, një par grushta. Tani, 2 par grushta. 2 par. Tani, 3 par grushta. Edhe 4 par grushta. 4 par grushta për person. E qartë musliman, e mush një kësi sahani. Për cilë persona? Për krejt personat. Krejt antarët e familjes. Sa antarët familjes i ki? 4 antarë, 5 antarë. Po kjo është i vogël fëmi, edhe për këta. Kjo veç sa ka lind, edhe për këta. Për krejt jep, për të vogëlin, për të madhin, për krejt antarët e familjes e jep vitra. Nëse i ki 5 antarë, për se cilin ka 4 par grushta, edhe i kryin. Tashme, dikush thot, po me qmime s'moj me të kalzua musliman. Orizi ka tjetër qmim, mili ka tjetër qmim. Unë e këshyra ekstra qmimin e milit standard, matë mirë se standard. Në Zvicër, ishtë dikon 2 franga edhe trapi. Do më thonë, për një person, i bjen me dhonë 2 kila e gjys, kjo është prafërsisht 2 kila e gjys dhe në 3 kila, mil. Ka që i bin? 2 kila e gjys dhe në 3 kila. Hajde po thojna 3 kila. Do më në 3 kila, ka 2 franga, 6 franga. Edhe ato edhe cent, 6 franga, 30 cent. Për person. Kur të këshësh, thoi 25 franga. Nuk e di ka kanë artë kjo ide. Ajo që ka më intereson mua, intereson me të kalzu që për person e ki, por afërsisht 2 kila e gjys dhe në 3 kila. 4 par grushta, që shtamë kështo. I mush. Dikush e ka grushtat më të ndaj, i banë 3 kila, dikush më të vogël 2 kila, diçka. Do më kjo është mesatarja e të mushnit, i mush 4 par grushta për person. Mil, ushqim. Po a ban me shtu, se kur të këshush o muslimantë është i 5 antar, i bjen pak. 5 antar i bjen 13 kila dhe 15 kila mil. A kjo pak? Ani pak, elhamdulillah, rabbil alamin. Të është e a ban me shtu, shtasat mëjsh. Sa që të në te Allah t'jap, ama kryesorja vitrat kry. Tash, për shembull, nëse do në mja që fukaras, kujdes. Nëse i ki 5 antar, kujdes që me kanë 15 kila mil, ose për shembull 7 kila mil, 8 kila pasol, ose për shembull 5 kila mil, 5 kila pasol, 5 kila kumpira. Ushqim, bazë ushqimit, tëni aty anin ashtë që ka dush. E qartë, a ban me dhënë pare? Jo, muslima, nuk ban me dhënë pare. Rasulullah a.s. kur nuk ka dhënë pare, ka pas pare prezent në kohët Rasulit a.s. Sahabiju i fundit, ka thënë kur nuk e një njapi sahabëve që ka dhënë pare, ka pas pare në të kohë. Thashe dhe njëherë, mos meno për fukaran, meno njëherë për vete, ti ki me pastru agjerimin tanë. Vitrat janë për me pastru agjerusi, agjerimin e tina, tani është për pastrim. Kur me dhanë, dita me mirë është dita 28. Ama kujdes, duhet me dhanë para ditës bajramit. Nëse nuk jep, para se më falë bajrami,
atëra aty anina shkojnë sadaka. Shkojnë sadaka. Kështu që do të më dhanë mas mirëti ditën e 28, ditën e 29, ama jepi para Bajramit. Kujdes, jepi para Bajramit. Mos e zin asgjë musliman. Është punë shumë e madhe, është pak, po është e madhe te Allahu Azza wa Jall. Elusum Allahun Azza wa Jall na bëj për aty që kena fol qartë, me kanë qartë për muslimanët.